Pse Edi Rama nuk përmend kur Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pse Edi Rama nuk përmend kur presidentin amerikan Donald Trump? Pse djali I presidentit amerikan, Donald Trump Jr., refuzoi të takonte kryeministrin shqiptar gjatë vizitës së tij në Ballkan? Donald Trump Jr., një nga këshilltarët kryesor të presidentit amerikan që e ka mbështetje politike, siç e ka deklaruar dhe ai, dhe nga njerëzit më të rëndësishëm në Amerikë. Mos vallë ka kuptuar Edi Rama që Shtetet Bashkuara nuk janë dakord dhe janë kundër drejtimit të stilit mafios të qeverisë së tij. Mos vallë ka kuptuar se Shtetet Bashkuara nuk tolerojnë më këtë qeveri të korruptuar me këta ministra të akuzuar e të arrestuar e këta kryetar bashkisë që janë vënë në pranga. Mos vallë Edi Rama ka harruar se sa shumë I pëlqente dikur të dilte në foto me Yuri Kim e Donald Lune, t'i merrte në çdo prononcim me rast dhe paras, dhe t'i ishte bashkë me ta dhe të mburrej me ta. Sot nuk ka më asnjë fjalë për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është I braktisur totalisht. Unë kam qenë një nga ata mbështetësit kryesor dhe me detyrën për të organizuar edhe shqiptarët për mbështetje të Partisë Republikane gjatë zgjedhjeve në SBA. Për ata që ndoshta nuk e mbajnë mend, po ju sjell në kujtesë disa pamje të marra nga spoti elektoral I republikanëve gjatë zgjedhjeve të kaluara ku jam edhe unë. Janë disa nga momentet këtu të spotit ku dukem edhe unë gjatë takimeve të organizuara me shqiptarët në fushatën elektorale në SBA dhe ku jam edhe unë këtu dhe më pas do shikoni edhe djalin president Donald Trump Jr. Këto mbroçkulla, këto pralla me mbret që tregon Edi Rama, duan të fshehin një të vërtet të idhur, atë të braktisjes që I ka bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti I saj Donald Trump. Ju do prisni dhe do shikoni zhvillime të tjera pasi SBA-ja mbështet institucionet juridike që I ka krijuar, institucionet e drejtësisë, të cilat së shpejti do kenë edhe zhvillime të tjera dhe Edi Rama do jetë një nga ata si përgjegjësi kryesor I këtij sistemi mafios, vjedhjesh dhe korrupsioni